Ju përshëndes, mirë se erdhët. Në morinë e problematikave, sfidave me të cilat haset sektori bujqësor, është edhe mungesa e fuqisë punëtore. Tani, çfarë i largon, pra, le themi, politikat e ndërmarra deri më tani, por edhe për të kuptuar ca më tutje politikave, çfarë i largon të rinjt nga zonat rurale dhe më rëndësishmja, çfarë politikash, gjithmonë sepse aty është piknisja e çdo gjëje, duhet të ndërmeren për t'i afruar, pra, për t'i afruar sërish drejt fshatit. Ka iniciativa për këtë, e fundit është prezantuar edhe nga Ministri i Bujqësisë Andi Salla, mbi ofrimin e granteve 7 deri në 10.000 euro, megjithatë koha do të tregojë se sa efektive do të jetë kjo si politikë dhe domosdoshmërinë që të mos mbetet, le themi, një projekt i vetëm në adresimin e kësaj çështjeje, por të gërshetohet edhe me elemente të tjerë për të konkretizuar apo finalizuar ato që është qëllimi kryesor, të rinjt mos t'i largohen sektorit bujqësor. Kam kënaqësinë që të kem në studio për të folur për këtë temë Alba Tema nga Qendra e Rinisë Rurale. Përshëndetje, mirë se erdhe Alba. Kënaqësi që jemi ne. Edhe Sara Zekaj nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit Ada për ftesën. Kënaqësi. Nuk është rastësi që diskutojmë me ju, duke qenë se jeni afër zonave rurale dhe afër të rinjve. Mund të konstatoni lehtësisht problemet me cilat haset fshati sot, por edhe faktin që çfarë i mban larg të rinjt. Pra, pse nuk kanë interes të rinjt për të qëndruar në fshat. Tani, para një jave kisha dhe zhvillova një bisedë në studio lidhur me çështje që kanë bënë me sektorin e bujqësisë, duke qenë se e marta është një ditë që i dedikohet këtij sektori. Edhe teksa diskutonim për problematikat, një ftuar vurin duke që atë ndoshta që të gjithë e dim nga pak, që është një sektor që sot po mbahet nga pensionistët. Është konstatim që qëndron në gjykimin tuaj? Në fakt, Ada, ndonë se dëshira për të thënë që është konstatim që nuk qëndron është e madhe, por në fakt vitet e fundit edhe ne në punën tonë kemi vënë re që të rinjt sa më shumë po largohen nga sektori bujqësisë dhe zhvillimit rural për një sër arsyesh nga më të ndryshmet, por është e vërtetë që mosha mesatare e fermerëve po rritet nga viti në vit dhe ky është një problem shumë i madh jo vetëm për të tashmen, por për të ardhmen, sepse duhet mendojmë nëse kjo situatë vazhdon, çfarë do të ndodhë me sektorin e bujqësisë pas 20-30 vitesh, pra ku do të jetë sektori i bujqësisë në Shqipëri në vitin 2050 për shembull, nëse nuk do ketë breza të rinj që vendosin të investojnë në këtë sektor. Pra ky është një moment në cilin mund të mendohet edhe çfarë do të rezervojë ardhmja nëse ne nuk arrim të kuptojmë rëndësinë. Në fakt, ky nuk është një problem orientimi të rinjve drejt që ne sektorit. po e kuptojmë tani, është një këmban alarmi që ka rënë ndër vite, në fakt. Ndoshta ky është momenti për të vepruar. Mbase ky është momenti i duhur edhe vetë procesi në cilin ne jemi, në procesin në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe ne të gjithë aktorët e zhvillimit rural po punojnë fort që ta nxisin dhe ta përshpejtojnë këtë proces. Por është e rëndësishme që në këto moment të ndalemi dhe të shikojmë, ne po i ndërmarrim këto reforma, por për kë po i ndërmarrim, sepse nëse të rinjt do vazhdojnë të largohen, para se të përmbyllet procesi, atëherë kush do të jenë ata që do investojnë në zonat rurale në të ardhmen. Kështu që fatkeqësisht është e vërtetë që nga viti në vit interesi i të rinjve po bie, por nga ana tjetër ka edhe shembuj shumë të mirë që kanë vendosur që ndrojnë, por duhet mbështeten. Sepse mbështetja është shumë e kufizuar. Tani, Sara, nëse ndalemi tek këto faktor, jemi përpara kësaj situate. Alba me drejt e konsideroi këmban në alarmi që dhe një realitet që nuk parashtrohet sot, që do thot një realitet që ka vite edhe që diskutohet, edhe që vihet në dukje, pra një problem, le themi, gati edhe permanent. Çështja është që ky mund të jetë një moment për të ndërmarrë politikat e duhura në mënyrë që e ardhmja të mos jetë kaq gri sa është aktualisht. Kështu që në gjykimin tënd, por edhe duke qenë afër në komunikimet me të rinjt, çfarë i mban ata larg? Unë kam për disa muaj punoj tek Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural, po përpara se të punoja me Rrjetin, kam punuar dhe në projekte të tjera që kam qenë
vazhdimisht në terren, në zonat rurale, dhe ajo çka unë do të theksoj është që të rinjtë e zonave rurale nuk kanë asnjë gjë më pak nga të rinjtë e qytetit. Pra, kanë energji, kanë dëshirë për të bërë gjëra, kanë informacion, kanë shumë grind. Megjithatë, çfarë i mban larg janë një sër arsyesh. Edhe unë do theksoja përveç atyre të infrastrukturore që ne i përmendim vazhdimisht, sepse janë probleme si infrastruktura rrugore, është problemi i nivelit të arsimit, kur tashmë shkollat i kemi shkollat përbashkëta, ku bëjmë mësim nxënësit nga mosha më e re deri në gjimnaz, por një gjë kryesore që i mban të rinjtë larg fshatit është edhe cilësia e jetës në kuptimin e jetës sociale. Dhe jeta sociale mungon. Dhe tashmë e shohim tek të gjithë njerëzit që duan të emigrojnë, përveç arsyeve ekonomike, një tjetër arsye shumë kryesore është jeta sociale. Nëse të rinjtë nuk kanë hapësira për të bërë bashkë, për të diskutuar, edhe për të luajtur, edhe për të argëtuar. Shiko, e di, kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet tek arsyet, sepse edhe në momentin që ndërmeren politika, këto politika nuk duhet jenë të kufizuara në një drejtim. Që do të thot, edhe nëse ofrohet një grant, mund të jeti pamjaftueshëm për të ndryshuar situatën apo për të ndryshuar tablon. Sa kohë që nga diagnoza që ju keni bërë, edhe nga ajo çfarë konstatonin terren, arsyet nuk lidhen dhe nuk janë të kufizuara me domosdoshmërinë e një mbështetje, por duhen parë me gjithë infrastrukturën mbështetëse që ka nevojë një ekosistemi tërë. Prandaj edhe çdo nisëm është pa e paragjykuar, është e destinuar të dështoj nëse nuk shoqërohet me një paket ndërhyrjeje, nëse mund ta konsiderojmë tillë gjithmonë. Sepse, ti mund t'i mbështetësh të rinj me grante, por tani nëse ata nuk kanë infrastrukturën e duhur arsimore, shëndetësore, ata nuk do e shohin më të ardhmen e tyre aty, sepse do mendojnë dhe për brezat e rinj që do të vinë. Dhe ajo që ka ndodhë kur njerëzit migrojnë nga fshati në qytet ose migrojnë nga fshati jashtë, ata marrin me vete edhe të gjithë ekosistemin, sepse një qendër shëndetësore nuk qëndron do të hapur vetëm për një familje ose dy familje. Janë pasojat pastaj që... Sara e tha, tani ne kemi klasa kolektive, unë mbaj mend kur unë isha nxënëse në fshatin tim, filluan klasat e para kolektive, unë kam qenë vetë nxënëse në klasa kolektive, dhe këtë vit, pas 13-14 vitesh, në klasë të parë nuk ishte asnjë nxënës. Dhe kjo është drama më e madhe që mundi ndodhi një shoqërie, mendoj unë. Ndërkohë, ka të dhëna se në cilat zona, krahina, teritoret të vendit është më e ndjeshme kjo si problematikë? Tani, kur flitet për dhëna, në fakt, kjo është nga problemet më të mëdha që ne kemi. Sepse që nga viti 2011, pas reformës territoriale, ne nuk kemi më të dhëna të disagreguara, të dhëna midis zonave rurale dhe urbane. Dhe këtu normalisht lind pyetja se sa efektive janë politika që po hartohen, nëse ato nuk bazohen në të dhëna. Që pasja të dhënave është shumë e vështirë. Edhe në momentin që bëhen studime që kanë në fokus zonat rurale, përderisa ne nuk kemi një burim të sigurt informacioni, një burim zyrtar, sikurse është edhe Instituti i Statistikave, që duhet t'i ndajë të dhënat midis të dhënave urbane dhe rurale, është shumë e vështirë që të flitet për të dhënat të sigurta. Dhe kjo është një problem më vete në fakt. Po patjetër, sepse mungesa e këtyre dhënave ty të pengon për të bërë politikat e duhura në mënyrë që të fshati pastaj të marrë suportin e duhur. E qartë. Ndërkohë, ka pas, se do ndalemi, ju keni zhvilluar një fazë konsultimi me të rinjt, pikërisht për të kuptuar nevojat që ato kanë dhe domosdoshmëria e mbështetjes, sepse nuk kufizoheni vetëm me evidentimin e nevojave, por edhe në mënyrën se si duhet jetë mbështetja. Por para se të shkojmë aty, ka modele, le të themi, suksesi të rinjve, të cilët janë rikthyer dhe e kanë ringritur, rindërtuar jetën nga e para aty. Dhe sa rëndësishme është pikërisht promovimi i tyre, ne kemi bërë në këtë studio. Me Angelën dhe e kemi bërë, e kemi trajtuar një, por duket që vazhdon, është e nevojshme të bëhet një gjë e tillë. Pra të mos jetë vetëm e izoluar në promovimin e një rasti, por rastet jenë
të shumta, të shpeshta, në mënyrë që të shërbejnë, le të themi, si një modele ka shumë, edhe unë jam shumë model për të ndjekur, po. Modele për të ndjekur ka shumë, edhe ndoshta nuk është e drejtë që unë përmend disa, se ndoshta do harroj dikë. Dhe unë jam shumë e lumtur për këtë dhe shoh që të rinë kanë dëshirë dhe pas emigrimit, me ato para që kanë kursyer gjatë punës së tyre disa vite jashtë, kanë dëshirë të vinë, të investojnë në turizëm, në agriturizëm, në guest house. Megjithatë, mendoj që edhe këtu duhet pak suport për të kuptuar se cila është nevoja e vërtetë, sepse ka zona që janë shumë të mira për turizëm, për agroturizme, por mos kemi edhe një numër kaq të madh të tyre, pra duhet kuptuar pak nevoja. Ka zona të tjera pastaj që mund të jenë shumë të mira, më mirë të investosh në prodhim të ushqimit, edhe mund të ecë më shumë se sa të krijosh një agroturizëm. Pra edhe këtu, po nuk pati të dhëna, siç tha Alba, dhe po nuk pati pra një suport edhe për të kuptuar se cilat janë nevoja sipas rajoneve të ndryshme të Shqipërisë, që kanë edhe karakteristika të ndryshme. Kanë karakteristika të specifike që edhe qasja nuk mund të jetë njësoj për të gjitha. Qoftë nga ana gjeografike, nga ana meteorologjike, qoftë edhe nga toka vetë, pra duhet të ketë qasje të ndryshme dhe ndërhyrje të ndryshme në rajonet të ndryshme të Shqipërisë. Dhe kjo mendoj se do i ndihmonte të rinj që atë investimin e tyre ta bënin vërtet aty ku duhet. Por një gjë tjetër që unë shoh tek të rinj, sepse bisedoj shumë me ta edhe siç e thash gjatë punëve të mëparshme, kthehen me një dëshirë shumë të madhe dhe pastaj hasen me shumë burokraci. Dhe sidomos pjesa e pronësisë të tokave është një problem shumë i madh në të gjithë Shqipërinë. Unë kam punuar kryesisht në veri dhe atje vinin, kishin dëshirë program, sillnin ide shumë të mira, mirë po mungonin dokumentacioni, pronësia e tokës. Edhe kjo është një problem shumë i madh dhe nuk mund vazhdonin me idenë e tyre. Kështu që edhe kjo është një çështje në fakt që do një emision tjetër. Jo, i kemi trajtuar edhe çështjet e pronësisë, që se sa kushtozojnë fuqizimin, nëse mund të shprehem në këtë formë, apo le të themi rritjen e këtij sektori. Por konsultimet në çfarë forme janë bërë dhe kanë qenë kryesisht të rinj për zonat e veriut dhe çfarë ka rezultuar nga diskutimi me ta? Okej, përpara se të kaloj te konsultimet, për të thënë kontekstin pse u zhvilluan konsultimet, ne nesër fillojmë një maraton 3 ditore në fakt, në kuadër të një platforme advokacie që quhet Parlamenti Rural Shqiptar. Këtë vit është edicioni i 4 dhe ka si synim këtë që deri diku Ceku dhe Sara që prioritetet duhet vinë nga vetë komunitetet rurale, pra është një platformë me pjesëmarrje nga poshtë lart, ku në 3 ditë ne do mbledhim mbi 300 pjesëmarrës, kryesisht fermer, të rinj nga zonat rurale, por edhe aktorë zhvillimor, institucionet publike, në mënyrë që t'i bëjmë bashkë si komunitetet rurale ashtu dhe institucionet për të shërbyer si një urë lidhëse midis tyre, sepse është shumë e rëndësishme në momentin ku jemi, në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, është shumë e rëndësishme që të shohim se ku janë vetë komunitetet rurale, si e perceptojnë ato këtë integrim, dhe cilat janë prioritetet e tyre. Çfarë do jetë në fokus? Do jetë pikërisht dhënia e këtij informacioni përpos pjesës bashkëpunimit, bashkëveprimit mes tyre? Në fokus do jetë marrja e prioriteteve të tyre. Pra, për të parë se si ata e shikojnë këtë proces dhe ky informacion duhet i shërbejë kryesisht Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, që në momentin që hartojnë politikat e bujqësisë dhe zhvillimit rural, këto politikat të jenë të lidhura ngushtë me prioritetet që komunitetet rurale kanë. Dhe në këtë kuadër ne ndërmorëm procesin e konsultimit për dalë te pyetja, paraprakisht me jo vetëm me të rinj, por edhe me organizata të shoqërisë civile, me antarët tonë që punojnë në terren, që janë rreth 40 organizata antare. Dhe fokusi kryesor ishte që kjo platformë të mos jetë diçka që vjen nga ne, po të jetë diçka që vjen nga poshtë, pra nga nevojat e komuniteteve rurale, por në fakt me të rinjt rezultoi pak do të them më suksesshëm, sepse kur e nisëm nuk prisim një reagim në masë kaq të madhe dhe ne patëm një reagim nga mbi 100 të rinj
Një kohë shumë të shkurtër. Në një kohë shumë të shkurtër, në fakt prej 2-3 ditës. Po pse ishte erdhën vullnetarisht për të? Jo, në kemi një platformë të qendrës që dhe Alba drejton, të qendrës rurale në Shqipëri, por kjo është një punë që ne kemi nisur që në dhjetor së mëherët, pra për pjesën e konsultimeve, kështu që na është dashur pak edhe të shtyjmë, domethënë edhe shoqatat anëtare. Mirë, se keni bërë konsultimet kur i ka bërë dhe ministria. Mbase kjo. Por ajo që përse të këtë rinjë erdhi shumë shpejt reagimi dhe shumë shpejt përgjigja e tyre. Tani, më thoni pak se ky kontakti i drejt për drejt është shumë i rëndësishëm. Kështu që çfarë ka rezultuar nga këto konsultime, edhe për të kuptuar pak se çfarë do të sjell edhe ajo që ju organizoni parlamenti rural. Në fakt, gjetjet kryesore nga konsultimet me të rinjt, unë do fokusohem te të rinjt vetëm, lidhen me sfidat kryesore që ata hasin, pra ne ndam një format online dhe pyetjet kryesore lidheshin me sfidat kryesore që ata hasin, por edhe prioritetet dhe masa që ata do dëshironin të ndërmerreshin. Dhe në lidhje me sfidat kryesore që rezultuan, e para ishte infrastruktura, unë do e quaja ekosistemi i infrastrukturës, sepse do e shikoja në tërësinë e infrastrukturës, duke filluar që nga infrastruktura rrugore, rrugët lidhëse midis fshatrave dhe qyteteve, rrugët lidhëse midis vetë fshatrave, mungesa e transportit publik, që është shumë e rëndësishme në fakt, nga ana tjetër mungesa e internetit të qëndrueshëm dhe të shpejt, edukimi jo cilësor dhe klasat kolektive, sikurse e përmendëm, nga ana tjetër kishte edhe nga ata të rinj që përmendin dhe infrastrukturën vaditëse, ujitëse, që lidhet drejt për drejt me aktivitetet bujqësore, më pas sfida e dytë ishte qasja në burime financiare dhe aksesi në kredi, duke parë në disa aspekte, duke filluar që nga mungesa e fondeve të disponueshme, por nga ana tjetër kishte edhe të rinj që edhe kur këto fonde janë të disponueshme, ata ishin skeptik në lidhje me transparencën e shpërndarjes së fondeve, çka është shumë e rëndësishme për të theksuar në fakt. Pastaj sfidat të tjera ishte mungesa e jetës sociale, sikurse Sara e përmendi. Në shumë zona rurale të vendit, i vetmi vend ku të rinjt mund të socializohen janë kafenet, dhe në shumicën e rasteve për djemt. Çfarë grup moshe kanë qenë kryesisht që janë përgjigjur? Grup mosha, shumica për këtyre i përkasin grup moshës 18 deri në 33 dhe një pjesë e vogël, sepse ne në qendrën e rinisë rurale, grup moshën e antarëve kemi deri në 40 vjeç, duke marrë parasysh edhe moshën e fermerëve, duke qenë se është më e lartë, sepse ligji thotë që të rinj konsiderohen deri në 29 vjeç, ndërkohë që ne kemi lënë që antarët tanë të jenë deri në 40 vjeç, kështu që pjesa më e madhe i përkasin moshës 18 deri në 33 vjeç, ndërkohë që pjesa tjetër 33 deri në 40 vjeç. Përveç jetës sociale, pastaj një tjetër sfidë ishte edhe aksesi në informacion, në njohuri edhe në mbështetje teknike, sepse jo vetëm nga konsultimi, por edhe nga puna që ne kemi bërë me të rinjt, kemi vënë re se edhe kur ne ju ofrojmë një mundësi, një grant të vogël, e para është e vështirë për ata që të hartojnë aplikimin. Pra shohim që marrim... Pra e kanë nevojshme të asistohen? Kanë nevojë të asistohen dhe kanë nevojë që t'ju rriten kapacitetet në këtë aspekt. Sepse nesër nëse ata nesër kur ne jemi në Bashkimin Evropian, kur ata do duhet të aplikojnë për skema mbështetëse, ata do duhet që t'i kenë këtë njohuri. Ata jo vetëm të rinjt, por edhe fermerët, por sidomos të rinjt, ata duhet t'i kenë këtë njohuri. Dhe ne shikojmë që shpeshherë vinë aplikime jo shumë cilësore dhe nga ana tjetër dhe kur këto grante të vogla fillojnë të zbatohen, neve na duhet që të punojmë ngushtësisht me ta që ata të respektojnë të gjitha procedurat që kërkon marrja dhe zbatimi një granti. Kështu që përvoja dhe konsultimi me të rinjt tregojnë se ata kanë shumë nevojë për rritje të kapaciteteve dhe mbështetje teknike. Tani, ka një gjë, në momentin që i listojnë këto si problematika, në rastin e aksesit në financim, duke pasur këtë lloj mendësie, pra këtë lloj qasje që nuk ka transparencë, fondet e pamjaftueshme, ose në momentin që ka një grant, ata priren të mos aplikojnë, sepse mendojnë që nuk arrin do të bëjnë aplikimin si që duhet, rrjedhimisht do të përjashtohen, apo do të skualifikohen.
e tentojnë një gjë të tillë apo mbeten thjesht në brenda asaj zonës, le të themi që as nuk guxojnë. Pra e kanë tentuar dhe nuk kanë përfituar për shkak se nuk kanë qenë, pra nuk kanë përmbushur kriteret, apo duke pasur këtë mendësi, pra këtë qasje, deri diku të veshur edhe me paragjykim, pra që fondet nuk janë për ne, mund t'i përfitoj një pjesë, ne nuk arrim do të plotësojmë dosjen, dokumentet, aplikimin siç duhet e kështu me radhë, nuk paraqiten fare për aplikim. Në fakt ka qenë pak e vështirë në disa raste edhe t'i nxisnim që të aplikojnë, megjithatë ka dhe të rinj që janë aktiv dhe ka një dëshirë shumë të madhe për t'investuar. Por nga ana tjetër ju mungon mundësia. Pra, sepse ne shikojmë, domethënë, ajo që unë kuptoj nga konsultimi me këta të rinj janë dy, do të thoja dy aspekte, nga njëra anë mungesa e mundësive, mungesa e fondeve të disponueshme, që është një realitet. Që është një realitet, po nga ana tjetër është edhe vetë konteksti ku ata janë, që edhe kur këto mundësi janë në një qytet afër, le të themi, është mungesa e infrastrukturës që i pengon ata që t'i aksesojnë këto mundësi. Pra është mungesa e mundësive dhe mungesa e infrastrukturës për t'i aksesuar këto mundësi. Dhe gjitha këto bashkë me mungesën e jetës sociale qojnë në migrim të tyre nga zonat rurale. Dhe migrimi është listuar nga ata si një sfidë, nga shumë prej tyre, por në fakt migrimi është një pasojë e gjitha këtyre sfidave. Kështu që edhe migrimi është listuar nga shumë prej tyre dhe largimi të rinjve, mungesa e dëshirës për të investuar në bujqësi është ata janë të vetëdijshëm. Edhe një rezultat i gjithë këtyre faktorëve. Ada, se ne flasim për dhënien e granteve, po granti është one time thing. Është një gjë që ti e merr dhe mund ta marrë dikush nga zona ose do shpërndahen 2 grante në veri, 3 në Shqipërinë të Mesme dhe 2 në Jug, dhe kaq janë. Ideja është që suporti do të jetë i vazhdueshëm, pra nëse ka iniciativa nga të rinjt, pra suporti do të jetë nga qeveria vendore, nga pushteti vendor, nga pushteti vendor, jo vetëm nga ajo qendrorja. Pra nëse ka një iniciativë nga njëri për të bërë diçka, hajde si ta suportojmë, por edhe për të pasur si ta suportojmë për shembull për e nevojshëm për të rritur në taksa ose që ti ta ndihmosh që vitin e parë të këtij biznesi mos paguaj, nuk e di, drita tu, dhe shpenzimet të tjera, taksa bashkiake. Pra, mund të jenë ndihma të tilla që e ndihmojnë. Se siç të thash, unë kam pasur pra edhe eksperiencën më parshme dhe kishe plot të rinj që mund të sjellë rastin e një djali që kishte krijuar një, për shembull, në qytetin e Kukësit mundja është një sport. Kuksi nxjerr gjithmonë kampiona në boks edhe në mundje. Pra është një sport goxha i frekuentuar nga të rinjtë. Ishte një djalë i ri i cili me iniciativën e vet ofronte kurse për të rinjt, madje edhe falas për ata fëmijë që nuk kishin mundësi ta paguanin. Dhe duke qenë se pagesa që ai merrte ishte shumë e pakët, kërkonte vetëm që të suportohej që ajo hapësira e tij që ky po e ofronte më së shumti falas për këta të rinj të qytetit me dëshirën e tij për të kontribuar, të paktën të lehtësohej nga disa shpenzime. Kjo nuk ndodhi dhe ati ju desh që ta mbyllte pas disa muajsh, pas një viti, domethënë ju desh ta mbyllte, kështu që janë disa gjëra të tilla. E mora si shembull jo për të etiketuar një bashki apo janë raste të tilla edhe me lakun pra në fyt le të themi detyrohen të bëjnë zgjedhje të tjera. Edhe të mos në rastin konkret mos e mbajnë këtë si aktivitet, heqin dorë edhe pse jo në rastin më të keq marrin rrugën e emigrimit. Gjithatë, prandaj parlamentin e po, do ndalemi në pjesën tjetër, do të na duhet të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi.